Mickoski nuk kërkon t'i fitoj zgjedhjet, por të fshi një ide të tërë politike për barazi, të eliminoj një popull të tërë nga jeta publike e politike e Maqedonisë. Kur Mickoski thot BDI të zhduket, ai thot se shqiptarët nuk kanë të drejtë të vendosin vetë se kush i përfaqëson. Ai pretendon se ka ardhur koha që dikush tjetër, më saktësisht ai, të përcaktoj se cili shqiptar është i pranueshëm, cili mund të ulet në tryezë e cili jo. Ky është një tentim për pastrim politik që do t'i kthehet në bumerang. Mickoski duhet ta di se shqiptarët vendosin vetë për përfaqësuesit e tyre. Dhe me këto deklarata, ai vetëm e hapi derën e ferrit që e pret më 19 tetor. Më 19 tetor, kukullat e tij nga Vleni do të pësojnë një disfat të turpshëm. Më 19 tetor, Mickoski do ta ndjej fuqinë dhe vendosmërinë e shqiptarëve që nuk pranojnë zgjidhje të imponuara. Një herë këtë gabim e bëri Zaev, të njëjtin gabim po e përsërit edhe Mickoski. BDI mund të mos ketë qenë e përsosur, por ka qenë gjithmonë zgjedhja e shqiptarëve, jo e Mickoskit.